Përshëndetje të nderuar miq, ja tek erdhëm në takimin ton të fundit podcast Teatri Zonja Butinës. Unë jam Remita Shundi dhe jam shumë e lumtur t'ju them se kemi kaluar një muaj shumë të bukur me festivalin e monodramës Flas Shqip. Ishte një javë intensive me autor shqiptar, me vepra shqiptare, me artist shqiptar, skenograf, kostumograf, pa materiale të cilat ishin vërtet shumë të bukura, por që të gjitha kishin mbulën Flas Shqip. Ishte një aktivitet i cili na mbushi me optimizëm, që vitin tjetër besoj se ky aktivitet do të jetë shumë herë më i mirë, sepse natyrisht eksperiencat e para janë gjithmonë të para, janë më shumë emocionuese, por natyrisht që ka gjërat për tu përmirësuar dhe besoj se vitin tjetër do ta kemi edhe shumë herë më të studiuar si festival. Rëndësi ka që ishte një festival i mrekullueshëm, ishte një takim i mrekullueshëm, njohëm artistë të mrekullueshëm, vlerësoj juria me çmime, disa prej tyre por ishte për mua do të jepja që të gjitha, sepse të gjithë kishin diçka shumë të bukur për të vlerësuar. E para punës i vlerësoj për që direkt erdhën dhe ishin pjesë e festivalit ton të parë. Tashmë kemi ardhur pra në ditën e mërkurë, ku ne në përgjithësi kemi podcastin ton, duke qenë edhe fundi i qershorit, kemi ardhur në fund të qershorit, kemi ardhur në serinë e fundit, pra ne fillojmë pushimet tona, kemi nevojë për pak pushim, sepse shumë shpejt do të fillojmë nga një punë, nga një projekt i ri, sepse shtatori na pret me projekte të reja, me projekte edhe më të bukura, të cilat edhe ne vetë i kishim në ëndrat tona anësirtar. Tashmë ky teatr po fillon të faktorizohet me punë shumë herë më të mira dhe shumë herë më ambicioze. Dhe duke patur një muaj intensiv, siç është kjo ngjarje për teatrin, dhe podcasti ka qenë gjithmonë në një plan të dytë. Kjo dita e sotme është mbyllja e podcastit, pra e mbyllja e sezonit të tretë. E sezonit të tretë, rifillojmë në shtator me një podcast tjetër, ndoshta edhe me idera të reja, si gjithmonë kemi shtuar diçka, kemi qenë modest në realizimin e podcastit tonë, se mënyra e realizimit të këtij podcasti është i thjeshtë. Unë i realizoj podcastet e mi me telefonin tim, edhe montazhin e bëj vetë, kështu që brenda mundësive tona, por e rëndësishme është ajo teknologjia të cilën unë kam përdorur, por i kam dhënë më shumë rëndësi personazhit, personet që ka qenë i ulur në këtë koltuk, që ka ardhur këtu që